Pylli i sodës si mushkreja e qytetit të Vlorës, por shkatrohet çdo ditë më tepër. Kjo për shkak se në pasurinë e qytetit me dhjetra pemë të llojit pish porozohen, veçanërisht në ditët me mo të përkeqësuar. E ndërsa në të gjithë territorin e pyllit të sodës vazhdon edhe fenomeni negativ i prerjes së pemëve, fenomen të cilin e ndesh jo vetëm në zonat në brendësi të tij, por edhe përgjatë segmenteve rrugore. Një rast i paprecedent i tillë konstatohet edhe përgjatë segmentit rrugor që të çon drejt fshatit të Nartës. Masakër mjedisore në pyllin e sodës, siç mund ta shihni edhe nga pamjet pas shpinës time, me dhjetra pemë të llojit pish janë prerë me sharë nga persona të pa autorizuar. Kjo e dëmton edhe më tepër pasurinë e qytetit të Vlorës. Ka dyshime se prerja e pemëve në këtë territor është bërë me qëllim për hapjen e territoreve të reja për ndërtim, siç mund të shihet edhe në pamje. Gjurmët e prerjes së pemëve nga shara janë ende të freskëta. Kjo situatë ka qenë e tillë prej muajsh, por sa më tepër ditët kalojnë, aq më shumë rritet numri pemëve të prera. Ndërkohë edhe pse Blu Televizion e ka denoncuar shpesh edhe më parë këtë problematik, sërish nuk është marrë asnjë mas. Nuk kemi asnjë hetim të nisur, marrje në pyetje të qytetarëve apo survejim të territorit për të bërë të mundur vendosjen para përgjegjësisë të gjithë atyre personave, të cilët presin pemët pa asnjë kriter.